Në anën tjetër që më la përshtypje negative, fakti që ke radikal kundër rivalëve tia. Në zakonisht njerëz që janë keq menaxhues në komune treguan pak më të butë me rivalët, me konkurrentët, kështu që kë pa konë në debat, pa u sfidu, pa u akuzu prej tjerëve, kë ke radikal edhe brutal nga distancë, do më thot pa e prej kërkush. E pak më la përshtypje negative, në momentin kur kë thët që për blokadat fletë, dhe thët dikush do të me shku në burg për këtë punë. Tash do më thot po thët për parim Roma, po full për arvashekun e të tjeret, edhe ato këtë problemet me trashëgimi kulturore, vendimet e inspektorateve, edhe kjo po shkon në një akuzë çashtron që dikush do të më shku në burg. Por mendoj që një akuzë e tillë nuk duhet më bën nga Roma, për shkak që komuna Prishtinës ka qenë komuna që ka pas më shumë të shkelje ligjore, domethënë ka qenë komuna e vetme që për herë të parë ju ka dhënë të nder të mëdhaj multimiliarësh njerëzve që nuk e kanë të lejuar me qenë as konkurrent në prokurimet publike. Deri para ardhjes së përparim Romës ka qenë një farë normaliteti, edhe asnjë komunë nuk ka guxuar me rreziku, më dhon tendera, më dhon miliona firmave që janë dënuar prej gjykatës. Që në dy raste, në një rast 8 milionësh në ndërtimin e rrugës së dhe në rastin tjetër për rrugën e Kibe Kelmende që ka vlerën e 500.000 eurove, dy herë ju ka thonë të ndër biznesmenave që s'kanë drejt fare, as drejt aplikimin në të ndër për shkak që janë të dënuar nga gjykata për mashtrim me tendera. Domethënë ky spaku nuk duhet me qenë brutal edhe me atë përmend burgun e punës. Edhe keni këta tendera sekret që i ka Maraklit e Keja. Vetë ta përfundoj vetë. Prin komuna e Prishtinës pjesën më të madhe prin me tendera sekret. Edhe në anën tjetër për shembull mënyra që ja po ma vike Koxha Marak një burimor. Se i duhet çfarë vike. Prin. Fakti ka që të duhet 1 miliard, asaj ka një burimor ka Urani Smolin. Por përmendet puna e pastrimit e quani pa fytyra, po den. Mënyra që ato shihet çfarë nervoze ka kë me Urani Smolin. Tash nuk e di Urani Smoli ka bën atë blokad personalisht. Nëse ka bën atë blokad personalisht, për mendimin tim është veprim i drejtë tina. Ky flet për një blokad që këto nuk e kanë leju, që më dhon tendera milionësh firmave që kë i nje. Ky e bllokon ndërmarrjen pastrimi, e lën pa e pastruar qytetin edhe shkon me tendera sekret, tinës, ku në një tender 1 milion konkurron një firmë e babës, një firmë e djalit fiton baba. Mas 2 muajve shkon konkurron firma e burrit dhe firma gruas. E shpall fitues firmën e gruas, domethënë janë skemat të çmendura korruptive që kanë ndodhur në komunën e Prishtinës, ku asnjë komunë do sot nuk ka shkuar në nivele të llahtarshme të korrupsionit. Nuk ka ndodhur. Cilat janë gjosat para? 2-3 muajve. Po mënej. Gjosat për shkak që vetëvendosja më që deg më e madhe, më e fuqishme. Harollaçiku e ka një mundësi me dal i pari në raundën e parë. Tash, nëse treguohet i dot gjatë fushatës, gjatë këtyre 20 vetë mbetura, është problemi i tij personal. Ka në garë. Pra, mendon që ka ballotazh. Unë Harollahu në shoh në ballotazh dhe mendoj që i dyti do të më përcaktuar pe Oranit edhe përparimit. Nuk jam i sigurt cili do të shkoj. Orani mendoj që e bani fushat mirë, po Orani ka shumë punë me hik njërin prej tyre. Sepse në njërin anë ka kryetarin aktual, në anën tjetër ka kandidatin e partisë më të madhe në Prishtinë, që edhe në zgjedhjet lokale edhe nacionale del më mirë se sa të tjerat. Kështu që Oranin e pret një punë shumë më e madhe se sa është vetëm një parti që s'ka tash të madhe në Prishtinë. Ja shoh për të madhe, nëse ka çet potencial, çet mundësi me shku shumë lehtë në ballotazh edhe me të jashtë ballotazhit ajo është mos me kandidu më në asnjë Po kohë. 6% për Bajram Roma e Urani Smoli ballotazh. A klasë do më po. Çilen hoj. Unë e përculla edhe në intervistën, fakt sot e kam dëgjuar se Mbromës mund ta. A dorën ai ka? Isha atje. Po, keni qenë me aktivitet më. Po, me veteran. Po. Shiko, kur e dëgjon nuk i nje problemet e Prishtinës, përparim Roma, Mbroma ka qenë argumentues në atë çka e thekit, do të thotë. Për shumë projekte që është edhe fakt, për shembull që
shumë projekte të rëndësishme ja ka bloku niveli qendror. Për shembull, projekti më i rëndësishëm për ne në shkrim të Kuran Moratit është bloku Unoza jashtë. Kjo është diçka që dihet që ka mujt me shliru komplet Prishtinën. Fakti ka thonë Kurani që qëllimisht sepse projekti joni edhe i çon vota këtyne. E ka po puro si projekt elektoral edhe do të thotë me dëmtu komplet kryeqytetin e banorët e Prishtinës. Moçë Unoza është 20 vjet përmendet. Vesh te kry, po kanë e kry me kredi me krejt, në nënshkrim ka pas me vëllon. Kështu që edhe gjuhën a moçë 20 vjet përmendet, nuk kena me bëu Unozën e jashtë. Po kanë e kry me, a merr vesh vesh në nënshkrim e Kuran Morati. Kredia kanë e kry me. E Kuran Morati vet ka hos po du më nënshkrim. Se kreva strungën. Po du me i qu vota nuk përshëtojnë këto për punë tjera që si ka kry. Po çaja ka mujt me u kry. Okej, çaja, po këtë vendimet që janë bërë pe Kuran Moratit se ky o konkretor, jo e Kurani. Apo ka qenë brutal. Pra ai i e Kuran Moratit këtu, edhe në komunë rrugën ja kanë çuar gjykat disa. Rrugën është shembull suksesi. Ka çu firma, se ka çu vetvendosja. Ja ka çu firma se ka shkuar mirë. Në proces që marrë ke pjesë. Po, shpalli e lirtet të dënuarit për korrupsion, për mashtrime, fitues, në marrëcionar. Se la nuk i propuna. Se firma ne që shndru a ke Maliun shembull suksesi. Që shndru ka pas kredi. Për të pjesa kredis ku kështë edhe pjesa e komunave. Unë ju ngova me vëmendje, pëse s'po mleni mu, pëse po ndërprejna, veç, a ke Maliun shembull suksesi. Nëse ka pas shkelje, parem që një pyetje kështu shumë ma thjeshtume se di pse, gjysë se di qysh. Nëse ka pas shkelje, pse u leju me vazhdu rruga A mu kry. është desh më stopuaj projekte se u konë që ashtu, rruga A, veç u kry, veç a në nkalimi su bo për fundi. Po veç me mshira se Gjekota procedo me interes publik, me shtrim të rrugës, po nëse tenderi është një korruptive e pagun institucion, me gjubën më vënë e pagun. Qa është përparësia e përparim Ramës në këtë fushat, për pas që është kryetar aktual, edhe këj i ka mësu procedurat, i ka mësu edhe këto hilet, sigur këta tjertë, argumentimin e din me spinirat, argumentin e vetë ma mirë se këta që janë në opozit, është që pushteti qendror e ka pengu sidomos vitin e fundit. E tash këtë argument ka me përdor vazhdimisht, edhe ka të drejtë me përdor. S'ka kryetar komuna, që sa ka thënë që... Edhe s'ka kryetar komune që nuk kanë kohë dhe nivelin qendror. Ferizoj 12 milion, Vushtria 11 milion, Gjakova 9 milion. Do me unë krejt, komunat janë të dëmtume prej... Nuk është fenomeni mbyllën vetëm te përparim Roma. Që Albin Kurti ku i ka hup zgjedhjet 2021 ka thonë mafia zbriti për nivelit qendror te niveli lokal. Kur e hapi fushatën do t'i heqim hajnat nga niveli... Problemi madh. Tash e fotën veci kur po thotë po pengojnë prokuroria, gjykatat, policia të thirr për me dhënë intervistë se janë në hetime se janë në dorë të projekte se kanë kryetarëve komuna, nuk ka qenë prokuroria, po prokuroria nuk ka as përparim Romës, po prokuroria po pengon. Fotën veci po thotë. Ta njerëz demagog, njëri e gjoni e blokues. Po fatones me projekte, në subvencione prokuroria se ka hanë subvencione. Projekte po thotë. Ja. Ai mashtron. Demagog të kanë çet aftësi. Kështu që përparësia në diskursin e Ramës në këto zgjedhje është do të thotë që pushteti qendror, qeveria Kurti ka pengu shumë. Se Albin Kurti kur i ka humbur Prishtinën, domthon është dhimbja më e madhe e tij që e ka përjetuar Maserandi Kate din humbjen e Prishtinës me Arben Vitin. Veç Prishtinë ka pas sigurt që e fitoi. Po, me Arben Vitin ka pasur llogarit që e fitoi. E kështu që i ka dalë një kandidat ka se ka prit hiç. Kështu që kjo është përparësia e përparimit. A ka të lashën Prishtinë, a ka Urani. Çi më duket fushata e Uranit. Urani nuk isha pajtu kush e tha këtu që e ka fushatën, nuk e ka të strukturuar, nuk e ka... Jo, tash e ka më të mirë ka pas para 4 vjetëve si sot. Nuk besoj, unë ma mërmenja që duket ma strukturuar. Ma strukturuar është që tash, ma konkrete, për çdo lagje, se sa e fushata që u konë atraktive kush ke në për banor, me bujtje, me kështë. Apo kjo më duket ma strukturuar si fushata. Po ka përgjigje për projekte konkrete, për shembull njëri ndërta është moratorium në leje ndërtimit 6 muaj. Po. Që
Që mos me bloku Ti vetë vek ti je kundër lejë ndërtimit. Atë do shtin në albanez, atë shtin në votën e vet. Viki është kundër banesave në përgjithësi. Unë kisha vënë moratorium për këtë Kosovën, po s'po më bën kush. Ju kishë një bagerë. Gjysës po. I koi në banesë. Këtë Kosovën, këna banesa shtëpia boll. Edhe në veri. Gjithkohë. Ata të veriut dhe Amo, a keni përshtypjen që... Të Qeku, për shembull, është e vërtet që kur e dha intervistën e parë këtu, e pat një, themi kështu, një farë energjie, një farë, u kriju një percepcion që po dojka me bo një farë ndryshimi. Prej që sa interviste, unë duket i shëmt është. Nuk është ka vërjet, nuk e di qa ka ndodhë, nuk di cili është plan programi i tij për Prishtinën, cili është projekti i tij, çka ka premtuar konkretisht diçka. Vikin është mundur me Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është për shembull, unë jetoj në Dardani, nuk kum po diçka. Nëse nuk e dhe motor. Që është ka thonë çka me bën Dardani. Për dallim prej Orani Smojlit edhe ekipit i tij që thotë kanë me bë fasadimi, kanë me bë këto, kanë me bë ato. Plus edhe magazenet mundon me qit në letër se ato plane projekte. Po kjo është logjike e nivelit qendror vetë vendosës, nuk kanë program kur. Hajrullah Qeku. Pa server sot me ChatGPT mund të bëj për një orë një program. Para në nivel lokal lun shumë rol kjo, ku i premton njerëzve konkretisht ka i bërë direkt, shumë direkt. Kështu që shumë përparimi edhe Roni e dim sakt, po mënoj në intervistat që i kanë dhënë, e dim sakt se çka cili vizioni tyre për 4 vjet. Edhe te përparimi diçka se nuk e përmenda. Qëto projekte, në veçanë intervistë, që thëjke duhet edhe mandatit të me i përfundu që të projekte që i kanë. Mund kujtohet, fushatën e kena përsilë shumë mirë para fundit që u kanë, para kësaj. Ky ka pason që projektet e mija, vizionin të mund pa 2 mandatet së në kry. Kështu që kjo është paka shumë në ato fjallë të vetë. Mandatin e ka marrë për një mandat. Pra, ajo është votu për 4 vjetë, kështu që kjo nuk i ka marrë për 8 vjetë, a priori, a do të arrinë pra me shtyqit në racion? Nisur nga këtu, unë performancën që është ka e bënë Hajrullah Qeku që është shumë e dëpt, nisur nga këtë këtu, që kemi po drita, edhe pse janë gati edhe 3 javë janë deri me këtë mërit. Kiamet, no, elektrizohet është të Hajrullah Qeku. Unë e pres në balotash ka me shku përparimi dhe Orani. Përparimi dhe Orani në balotash, po. Veç nëse ndodh një farë përmbysje, po këto që për atë e thash edhe para se me hi, intervista e përparim Ramës, me gjitha të, nëse e ki pas një përshtypje këtë negative, dikun niske pak me ta kriju një bindje që nështë ta nuk ka faj, ama kjo duhet shumë ma shumë punë për me që dhe një fund qatë lej argumentimi, dhe thash, me kallëzu se qarë siguri e ki që mas 4 vjetë s'ka me të ndodhe njëta, nëse qeverisja qendrore është ashtu, dhe për atë që e tha parimi për gjuhën kundrejt Uranit. Unë mendoj që përparim Ramas, supozime kam, përse asaj që e tham, që e ka një bindje dhe përshtypje që nuk pytet Urani fare kur vjen puna te balotazhi. Domethënë mundet me godit sa të dën, se kur vjen puna te balotazhi nuk varet në aspej kalkulimeve potenciale dhe marrëveshjeve për koalicion që mundet mi bo Urani, po... Gabim, kalkulimi gabu. Po ta shumë unë veç tash për shtypje, se nuk ish pas logjik për një me, nëse ti hynë në qatë garë. Votus të PDK-s, nëse është Urani... Nëse kandidate i LDK-s, nuk ish pas kur fa logjike tjetër... Ka spekulime që Urani është i përqu vetë këto mesazhe. Cilat? Që nëse nuk shkon në balotazh me mbështet Hajrullah Qekun. Qysh këtu veshën Ka spekulime, thash, nuk thash që ka ndodhur publik, s'ka ndodhur. Spekulime, ka një spekulime për thotë. Ka spekulime, thash. Po ja veç kallëzën, ajo kallëzën veç farë tipi që me vëmë ja brejkë të ndjerë. Se më pas dalë në minjë, ka dalë, që ka unë efekt. Po ka. Po nuk më një komandon shumë duke e qërtash. Këta që bëtu, vret këtë Kosovën, fali djerë. Pra, nëse e shohim, zjedhët e fundit kam funksionu për një arsye që votusit, pra pa në i marrëveshje specifike të partive të LDK-s dhe PDK-s, i kanë mbështet në balotazh si gjithkund, ku kanë qenë kandidati LDK-s me DVV-s, e ka mbështet votusi PDK-s, ose janë asjeltas.
Te rasti i zgjedhjeve të civjetshme, tensioni që ekziston mes përparim Ramës edhe Uranit, është i dukshëm, do këto kena me po në fakt si që shka me reflektu në anë e Kosovë, që spekulimi që the spekulim, pa kjo budu këtë i vërtet. Pra një tension ekziston, sa mundën mo Ky tension ekziston sepse vetëm synë është për balotazh, se do me balotazh. Ekziston, po unë nuk e besoj. Urani ka pas tepër problem pasi që PDK-ja nuk është parti popullore në Prishtinë, Urani është provu një herë. Qështë popullore 20%? Po 20, po kam rri maksimumin e ka problem me kalu 20%. E ka shumë problem. Nuk jenë pak. Jo, s'janë pak, po tash këta janë shumë nalt të dy tjera. Për shkak 20% i ka pas VV-ja, vishta jap edhe që të shkakun se qef jam edhe unë si krahasime. Në 2010-ën, në zgjedhjet e para, i ka pas diku 20% në Prishtinë VV-ja. 2013-ën e ka fitu Prishtinën me Shpanda Ahmeti. Pra, ka qenë partia... Po të nuk i dijem. Kështu që, abdin, mës të... Ato e ki pas fitorin agim partijet me AKR, që s'ka pas parqinja AKR.